Përshëndetje shikues të Monitor, jam në një episod të ri të podcastit ton Business Plus dhe do të flasim sot për tregun e sigurimeve, konkretisht për sistemin bonus malus në sigurimet e detyrueshme motorike për përgjegjësitë ndaj palëve të treta që kanë nisur të aplikohet që nga fillimi i këtij viti. Për të shpjeguar aplikimin e këtij sistemi, kemi të ftuar në podcastin ton zotin Arni Ponari, drejtori i përgjithshëm i grupit të sigurimeve Sigal. Zoti Ponari, përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin ton. Përshëndetje. Në radhë parë si funksionon sistemi bonus malus dhe çfarë përparësisht sjell për tregun, nga këndvështrimi juaj? E pranova këtë lloj bisede për të diskutuar jo vetëm bonus malus, sepse ky është një ky emër bonus malus që në Shqipëri artikulohet kaq ashpër dhe kaq fort jo vetëm nga gazetar, po edhe nga politikanë, edhe nga njerëz që nuk e njohin fare tregun e sigurimeve, do thoja. Eksperienca ime 35 vjeçare në sigurime më ka mësuar shumë gjëra. Jo vetëm në Shqipëri, por në tregjet botërore. Tashmë bonus malusi në botë nuk është një fenomen më. Nuk është më një gjë që përqafohet apo duhet nga klientët. Bonusi është një shpërblim që ja jep vetvetes çdo shofer. Sepse duke mos marrë pjesë në aksident, do të thotë që ka mbrojt jetën e tij, ka mbrojt jetën e pjesëtarëve të familjes së tij, ka mbrojt gjithçka ka krijuar, ka mbrojt makinën e tij në fundit. Pra, ky është bonusi më i madh që merr çdo njeri. Ndërsa malusi është ajo që ai që krijon aksidentin duhet ndëshkohet. Sot në Shqipëri, deri në ditën e sotme që kur është liberalizuar tregu, mund të jenë paguar mbi 600.000 raste nga dëmet e automjeteve, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Dhe kjo është një shifër shumë e madhe, në të vërtetë. 600.000 dëme të paguara nga gjithë tregu, kuptohet, dhe që kapin vlera jo të vogla. Pasi ka edhe dëme të ndodhura jashtë Shqipërisë nga klientë shqiptar që kalojnë 5 milion euro, me një policë sigurimi 40 euro. Kjo është thelbi i kësaj gjëje. Dhe ka 35 vjet që asnjë shofer shqiptar nuk është ndëshkuar me rritje primi për shkak të dëmeve të shkaktuara. Madje mund të ketë klient që kanë bërë gjatë kësaj periudhe që mund të kenë bërë edhe 10, edhe 15 dëme, edhe 20. Dhe vlera e dëmeve të shkaktuara mund të jetë 1 milion, 2 milion, ndoshta edhe 3 milion. Pra, shifrat janë kokëforta dhe të flasin për tregues të cilat janë vërtet shifra që duheshin ndëshkuar. Dhe mendoj që është e vonuar ky vendosja e këtij malusi. Sot bonusin e përfitojnë rreth 600-700.000 klientë shqiptarë. Me 3% le ta shumëzojmë dhe të nxjerrim vlerën që përfitojnë të gjithë së bashku. Kundrejt 30.000 klientë që kanë shkaktuar dëm vitin e kaluar, të cilët do ndëshkohen me këtë shifër që mendoj nuk është aq e madhe dhe autoriteti ka qenë në mbrojtje të tyre, sepse për ne si treg duhet ishte marrë gjithë historiku dhe duhet ishte vendosur sistem. Dhe të gjithë emrat e atyre që kanë shkaktuar dëme duhet ishin pjesë e këtij ndëshkimi, sepse nuk ndëshkohen pa faj. Pra, ndëshkohen sepse kanë shkaktuar aksident për shkak të mos respektimit të rregullave të qarkullimit, të shpejtësisë së madhe, përdorimit të alkoolit, të përgjegjësive rrugore e përgjegjësive të tjera. Dhe të gjitha këto së bashku kanë krijuar një numër jo të vogël vdekjesh. Kanë qenë nga 250 deri në 300 vdekje në vit dhe kanë qenë nga 1.000 deri në 5.000 dëme të lënduarish në vit, të dëmtuarish në trupin e tyre. Dhe këta njerëz nuk duhet ndëshkuar sipas disave edhe gazetarëve edhe individëve të tjerë. Po, duhet ndëshkuar sepse ata janë shkaktarë të aksidentit dhe ndëshkimi që bën tregu i sigurimeve është ndëshkim financiar. Nuk ja bën tregu i sigurimeve, këtë e bën gjithë bota. Nuk ka në asnjë vend botës që ata që krijojnë aksidente të marrin të njëjtin prim sigurimi vitin e ardhshëm. Kjo ndodhi dhe kjo është shumë e mirë për qytetarët, sepse i kujton që ata në vitin e ardhshëm do kenë një policë siguracioni më të lartë dhe ata që nuk kanë bërë aksident do kenë një përfitim të vogël.
por totali atyre, i gjithë atyre që nuk janë përfshirë në aksidente, së bashku, e te i kalojnë disa herë vlerën e të ndëshkuarve. Dhe kjo është, mendoj që nuk është as pak alarm për asnjë gjë, përkundrazi është një përfitim shumë i madh që gjithë këta që nuk kanë bërë aksidente përfitojnë një bonus që totali tyre, po të shumëzohet, është disa herë më i lartë se totali i asaj që gjithë të ndëshkuar do të paguajnë vit e vit. Ne lëshojmë sot me 10 letra për qytetarë shqiptarë që banojnë përkohësisht apo që banojnë jashtë territorit Shqipërisë në Europë. Letra që fillon personi me emër me mbiemër gjatë veprimtarisë të tij ose gjatë drejtimit të automjeteve në territorin e Shqipërisë nuk ka patur asnjë dëm. Dhe ai merr një përfitim dhe një çmim bazë që është në të gjithë botën. Nuk duhet harrojmë që primi i sigurimit në sigurimet motorike përcaktohet nga sistemi aktuaristikës në të gjithë botën. Nuk e cakton tregu. Pra, përcaktohet minimumi i këtij tregu në mënyrë që të garantohet pagesa e dëmeve të ndodhura gjatë një viti nga gjithë tregu i sigurimeve. Pra sistemi do të bazohet në dëmet e shkaktuara në vitin pararendës apo jo? Ata që kanë shkaktuar dëme do të paguajnë më shumë gjatë vitit në vazhdim, vitit korrent. Po. Kjo është një sistem i cili e ka krijuar këtë mundësi që vetëm një vit mrapa do ketë një tarifë më të lartë e cila do ta rëndojë natyrisht, por nëse sepse ka edhe me 2 aksidente. Do të paguajnë ka edhe 3 aksidente. Dhe natyrisht këta që janë me 1, 2 edhe 3 aksidente kanë qenë edhe më përpara dhe nuk janë dëshkuar fare dhe kanë marrë të njëjtin prim. A është normale? Edhe atë vetë ta pyesësh. Ke qenë shkaktari 3 aksidenteve? Madje ka vdek dikush ose dikush është gjymtuar dhe kompania sigurimeve paguan jo pak por rreth 200 milion lekë në vit. Pra gjitha këto do të kenë një lloj ndëshkimi dhe ky ndëshkim është i kësaj kategorie. Kështu që nuk duhet mendoj unë, njerëzit duhet ta shikojnë këtë si një masë parandaluese për dëmet që të mos ndodhin dhe njerëzit të thrasin mendjes dhe të jenë të kujdesshëm në rrugë. Dhe drejtoria e përgjithshme e rrugëve të jetë e kujdesshme për të vendosur sinjalistikën dhe për të krijuar mundësi që shoferat të kenë mundësi të drejtojnë automjetin në rrugë normale. Dhe ata që kanë rrugë me koncesion të kenë të kujdesshëm që rruga të jetë funksionale, mos jetë me ngrica apo mos jetë me pa kujdesje derisa të shkaktojnë aksidente drejtuese të automjeteve. Pra, për faktin që natyrisht malusi që do të paguajnë ata drejtues mjeteve që kanë shkaktuar dëme do të jetë në përmas më i madh se bonusi, pra si shpjeguat ju kjo ndodh sepse ka gjithmonë një tarifë minimale poshtë të cilës nuk mund të shkohet sipas llogarive aktuaristike. Kjo është arsyeja. Sepse absolutisht nuk mund shkohet, në të kundërt do rrezikosh pagesën e dëmeve të gjithë qytetarëve. Shqipëria është një nga vendet që ka dëme më shumë. Ju e dini që në Shqipëri ndodhin rreth 30.000 dëme në vit. Dhe këto dëme janë me vdekje, me lëndime trupore, me gjymtime, me dëme materiale, me gjitha lloje. Dhe këto dëme nuk janë aq të vogla, po të marrësh dhe të kalkulosh dëmin mesatar të këtyre, kalon vlerën e çdo lloj vendi tjetër. Dhe mos harrojmë se po t'i shtosh këtyre dëmeve, edhe shpenzimet e marrë sigurim, dhe shpenzimet e risigurimit, që janë të domosdoshme, atëherë kjo vlerë është shumë më lartë se sa kalkulohet në raportet që prodhohen. Nuk bëhet kalkulimi i raportit prime dëme thjesht i pa mbushur me dhënat e tjera që janë marrja në sigurim dhe që është risigurimi, që janë 2 komponentë shumë të rëndësishëm. Sot tregu sigurimeve paguhen 10-15 milion euro për të risiguruar produktet e sigurimit që ai merr në treg. Dhe fatmirësisht Shqipëria ka një emër shumë të mirë, tregu i sigurimeve ka një emër shumë të mirë në kompanitë më të mëdha të botës, sepse jemi pjesë e marrëveshjeve me to. Do të thotë që emrat më të njohur të risigurimeve në botë janë sot në tritit në marrëveshjet e kompanive të sigurimit. Dhe një pyetje për TPL, pse tarifat ose
primet e sigurimit që paguajnë siguruarit janë në nivele shumë të afërta mes kompanive dhe pse ndarja, dinamika e tregut është pothuajse e njëjtë vit pas viti pra. Pse ky treg nuk duket të jetë shumë konkurrent? Cilat janë arsyet? E para, e thash edhe një herë, tarifa e primit të sigurimit është e liberalizuar, por është e përcaktuar nga aktuarët. Pra ti nuk mund të shkosh në një vlerë të caktuar të primit të sigurimit. Shpenzimet e marrjes së sigurimit pothuajse gjitha kompanitë i vendosin afërsisht barabarta. Dhe ky treg tashmë klientela është përqendruar dhe është krijuar pra klientët e Sigalit shkojnë ke Sigali. Ajo që duhet theksuar dhe që tregu ka bë është shumë e rëndësishme. Ne arritëm ta heqim nga lista rrezikun e fondit kompensimit. Dhe kjo ishte tek masa që morën dhe ndërhyrjet që bëm që këto njerëz, sepse janë rreth 20% e makinave të pasiguruara. Dhe ato marrin nga këto lek të siguruarish. Pra, dhe kjo bën që tregu primi i sigurimit jetë më i lartë, edhe për shkak të këtyre të pasiguruarve, që ndoshta vetëm kur vendosen sistemet siç janë vënë Maqedoninë, Kosovë dhe në gjitha vendet sistemet e kamerave që bëjnë leximin direkt targave dhe përcaktojnë kush është i siguruar dhe kush është i pasiguruar, vetëm atëherë mund zgjidhet ky problem. Maqedonia ka 0.5%, Kosova po e ul për shkak të kësaj, vendet e Europës nuk flitet më për të pasiguruar, vendet ngjitur Malizi dhe Bosnia, Serbia i kanë zgjidhur me kohë, pra vetëm Shqipëria mbetet e rrezikuar nga kjo. Ne vendosim që këto mjetet pasiguruara paguhen drejt për drejt tek kompanitë. Dhe kjo bëri që të ulet pak masa e pasiguruar, por nga ana tjetër fondi kompensimit të shkonte drejt zeros. Dhe kjo është një nga arritjet më të mëdha që ka bërë ky treg. Dhe do të thoja që kjo lëvizje e ndërtoi një treg më modern, më të mirë, dhe sot klientët mund të blejnë online policën e sigurimit, mund të marrin produktin e sigurimit nga shtëpia, mund të jenë të qetë për ta blerë kudo, dhe ai që do ta blej, ai që ka bërë aksident, çmimi i sigurimit do t'i dalë më i lartë automatikisht, nuk është se ti ja vendos aproksimativ në zyrë atë, por del automatikisht llogaritet me bazën e dhënave që tashmë janë grumbulluar, dhe kjo do të bëjë që secili mund të marrë siguracionin dhe mund të shohë historikun e tij të dëmeve drejt për drejt. Por ky historik është i vogël. Por nuk është tregu sigurimeve, nuk është TPL-ja. Edhe këtu doja të dilja se s'është TPL-ja. Ne merremi me TPL-n sepse njohim vetëm TPL-n. Po 68% është TPL, me gjithë kartonin e shil dhe kjo është e keqja. Kjo është e keqja më e madhe që ndodh në Shqipëri. Ne konsumojmë, shqiptarët konsumojnë rreth në total mesatarisht rreth tashmë 70 euro për frymë. Në produktet e sigurimit jo jetës. Në jetë konsumojnë rreth 10 euro për frymë. Pra, ne në shëndet 5-6 euro. Ne jemi njerëzit më indiferent të botë. Tani që flasim, gjysma e Shqipërisë është e përmbytur. Po sa janë siguruara? Mund të numërohen me gishta. Sa objekte janë siguruara nga përmbytja. Gjatë vitit digjen mbi 2000 shtëpia, apartamente, mbi 2000 plasje bombash, bombulash gazi e tjerë. Por shqiptarët nuk e bëjnë sigurimin. Shqiptarët i kanë syt ke shteti, i kanë syt tek autoritetet shtetërore, tek bashkitë, dhe nuk blejnë sigurime. Një sigurim apartamenti kushton vetëm 50 euro. Një sigurim shtëpie nga përmbytja kushton 50 deri 100 euro. Një sigurim biznesi për përmbytjen kushton 50-100 euro. Këto janë natyrisht që këto janë produkte që duhet konsumohen, që duhet merren nga klientët. Po a është populli shqiptar i interesuar për ta bërë këtë? Jo. Po pse nuk sigurohen shqiptarët? Ju si kompani çfarë bëni për të shitur produktet tuaja? Ne luftojmë shumë për t'ia mbush mendin. Ne vinë pra porta hyrëse janë TPL. Klientët vinë për TPL, që e kanë përditshme sepse e kërkon polici. Dhe përpiqemi që t'i argumentojmë, që t'i themi bëj sigurimin e makinës kasko. Jo. Dhe sa raste ndodhin dëmet nga më të ndryshme materiale që klientët kur vinë për ka TPL dhe vjen që të kërkojë edhe lek, sepse është dëmtuar diku në rrugë ose e kanë dëmtuar në parking ose, por nuk e ka ble siguracionin. Dhe i themi po se ke kasko makinën. Por nuk ma ka thënë agenti, po agenti ta ka thënë 10 herë ty.
agenti i sigurimeve. Të ka thënë që siguroje, të ka marrë në telefon, të ka çuar dhe mesazh, madje ju a dërgojmë dhe i themi, po bëje sigurimin. Shqiptarët janë mësuar që dikush të kujdeset për ta. Jo të kujdesen për vetveten. Ata nuk kanë arritur akoma të kuptojnë që ndodhemi në ekonominë e tregut. Ekonomia e tregut të bën të pavarur ty nëse je i siguruar. Dhe sigurimet janë industria që krijojnë personalitetin e njeriu, që krijojnë njeriu e lirë, krijojnë njeriu që ditë administroj vetveten. Para disa kohësh bisedoja me një njeri shumë të rëndësishëm, kisha ardhur si mik tek mu nga Zvicra. Dhe duke pa në televizor e pyes kush është ministri i financave në Zvicër. Më tha nuk e di, po ja të shoh në internet. Po kryeministri të shoh në internet. Po president, asnjëri nga ata nuk i njihte, po ishte një njeri shumë i rëndësishëm, madje ishte miliarder. I them unë, po pse nuk e di? Avni tha. Mu më intereson ku e bëj siguracionin. Pra, ku marr sigurimin e shëndetit? Ku marr sigurimin e makinës? Ku marr sigurimin e shtëpisë? Ku marr pensionin privat? Ku marr këto shërbime që janë domosdoshme? Ai është kontakti im. Pra, nëse unë jam i smur, i bëj telefon atij dhe i them më planifiko se të shkoj në spital. Nëse unë kam problem me shtëpinë, i them atij dhe ai sjell me njëherë ekspertët që bëjnë vlerësimin e dëmit. Nëse unë kam problem shëndetësor, më bën po ai këtë gjë. Nëse unë kam problem në bujqësi, marr në telefon atë, jo bashkinë, jo kryetar, jo kryeministër, jo ministri i bujqësisë. Pra të gjitha gjërat unë i kam të lidhur me këtë lloj siguracioni. E ndaj Zvicra e ka 7.000 euro për frym konsumin për sigurimet. Europa e ka 4.000. Shqipëria e ka atë vlerën e vogël që të tregova më përpara. Ne gjën më të shtrenjtë kemi shëndetin dhe jetën, themi. Po vetëm 4% e popullsisë ka sigurim shëndeti privat dhe 3% e popullsisë ka sigurim jete. Po çfarë duhet të thuash këtij populli? Ky popull është edukuar, është populli më i mirë në botë, por është populli që kërkon që gjërat t'ia zgjidh dikush tjetër, jo të kujdeset për veten e tij, jo të jetë ai personaliteti që ndërton të ardhmen e tij, i mbështetur në forcat e tij, në mendjen e tij, në duart e tij. Dhe ndoshta kjo është ajo që ne duhet bëjmë, që njerëzit të jenë më të ndërgjegjësuar, që njerëzit të jenë më të bindur. Dhe sot për shembull, ne duhet ishim duke paguar para për gjithë ata që janë përmbytur. Ne ata që duhet ishim duke paguar parat për ata që i godet zjarri, për ata që i godet tërmeti, për ata, sepse ky është misioni i sigurimeve. Dhe këtë detyrë kanë organizmat shtetërore që ta bëjnë sa më efikase, njerëzit ta dinë që të sigurohen dhe autoritetet përkatëse të dalin dhe ti garantojnë ato për pagesat, sepse ti lidh një kontratë me sigurimin. Nuk mund të thotë dikush që shikoj se kompanitë e sigurimit nuk paguajnë. Jo, nuk është e vërtetë. Kompanitë e sigurimit paguajnë dhe i kam kërkuar që të dalë një dhe thotë s'më kanë paguar kur ke pasur dëm. Në asnjë rast nuk del askush, por del mendimi i avokatëve që thotë hajdeni këtu ke mu, se kompanitë e sigurimit nuk u paguajnë ju, ne ja u marrim lekët atyre, sepse ata duhet ndërtojnë biznesin e tyre. Dhe është gjë normale. Sepse klientët duhet vinë drejt për drejt në kompani sigurimeve dhe me kontratën e sigurimit, kompania e sigurimit është e detyruar të respektojë kontratën. Pra midis siguruesit dhe të siguruarit ka një kontratë dhe kjo kontratë është shumë e rëndësishme. Respektoje dhe vlerësoje kontratën dhe në bazë kontratës shko kërko atë që të takon. Sot në Shqipëri muan ligji për përgjegjësitë. E di çfarë thotë ligji për përgjegjësitë? Ligji për përgjegjësitë është një nga ligjet më të rëndësishme. Pra nëse ti furnizohesh me energji elektrike dhe një ditë energji elektrike vjen mbi tensionin e lejuar dhe djeg pajisjet, kujt i drejtohesh ti? Ti drejtohesh OSHE-s, nuk të pagun. Të shkosh në gjykatë zgjat 5 vjet, 10 vjet. Pra ti nuk i merr parat kurrë. Ama nëse ti je i siguruar dhe OSHE-ja është e siguruar për dëmë që u shkakton të tjerëve, atëherë klienti do të vi drejt për drejt tek ne dhe do të marrë kompensimin me njerë. Po nëse mjeku gabon, dhe ne kemi dëgjuar me 10 raste, mjeku do të jetë i siguruar për përgjegjësi dhe dëme që u shkakton pacientëve. E kemi ne këtë? Nuk e kemi. Pra ju mendoj që duhet të ketë një sigurim të detyrueshëm dhe për përgjegjësitë. Jo, të ekzistojë ligji. Kjo ka rëndësi, të ekzistojë ligji për sigurimin. Ligji për mbrojtjen e interesave të klientëve nga përgjegjësitë.
nga dëmet që mund të shkaktoj doktori, nga dëmet që mund të shkaktoj ilaçi, nga dëmet që mund të shkaktoj dentisti, nga dëmet që mund të shkaktoj avokati, nga dëmet që mund të shkaktoj ekonomisti, nga dëmet që mund të shkaktojnë të gjitha profesionet, nga dëmet që mund të shkaktoj OSHE-ja, nga dëmet që mund të shkaktoj punojësi i bashkisë, nga dëmet që mund të shkaktoj të gjitha. Këto janë të rregulluara në gjithë botën. Pra ekziston ligji për mbrojtjen e interesave qytetarëve, dhe ky ligj bëhet efikas sepse nëse ligji është, atëherë natyrisht njerëzit do të kërkojnë të drejtat e tyre. Do kërkojnë kontratë të barabarta. Do shkojnë në spital të kërkojnë drejtat që u takojnë bazë ligjit. Atëherë do kemi një sistem që e ndërton fuqishëm këtë, dhe tregu sigurimeve do të jetë barrikada financiare, që do t'i mbulojë financiarisht të dëmet e shkaktuara. Ndërsa sot qytetarët nuk e kanë. Pra ti shkon në një restorant, mund të hash, mund të helmohesh, ama çfarë merr? Po, merr shërbimin spitalor, falat sepse do të çojnë në urgjencë ke spitali ke trauma, dhe nuk merr asgjë tjetër. Ama kompensim financiar nuk merr. Nëse restoranti është i siguruar për dëmet që mund të shkaktoj klientëve, ti do marrësh kompensimin e përcaktuar. Në rast se ti do shkosh, do pish një pije çfarëdoshme dhe ti do psosh, ose një ushqim çfarëdoshëm dhe do psosh dëm, atëherë ti do të marrësh shpërblimin e duhur financiar, sepse në fundit marrëdhëniet në një ekonomi tregu janë financiare. Dhe këto marrëdhënie financiare për ta krijuar njeriu e fortë e ndërtojnë industria e sigurimeve, e cila është industria më e rëndësishme dhe një nga 3 industritë më të mëdha në botë që sot ndërtojnë dhe funksionojnë për zhvillimin e botës moderne. Pra, nga sa folët, me sa kuptuam, ju dojnë thotë edhe që nuk është kultivuar shumë kjo kultura për të marrë përgjegjësi për sigurinë e vet financiare edhe nga vetë shteti. Pra, fakti që shpesh herë shteti merr përsipër të dëmshpërblej në raste përmbytjesh, në raste tërmetesh, kjo nuk e nxit kulturën e sigurimit vullnetar. Absolutisht jo. Pra shteti do të ndërtoj ligjin i cili është përcaktues edhe për tërmetet, edhe për përmbytjet, edhe për katastrofa. Dhe ky ligj do të jetë eficient dhe në mbrojtje të interesave qytetarëve. Mënyrën se si bëhet, ne s'kemi nevojë të bëjmë revolucion. Ne s'kemi nevojë të bëjmë diçka të re. Ne marrim modelin e vendeve fqinj. Në rast katastrofas që bën Greqia, në rast katastrofas që bën Rumania, në rast katastrofas që bën Bosnia, që bën vendet përbëri, pra të gjitha vendet, në rast të këtyre gjërave e kanë përcaktuar ato. Ne flasim shumë dhe nuk themi atë që duhet. Pra, ekzistojnë në të gjitha botën moderne, ekzistojnë gjitha zgjidhjet. Edhe për shëndetësinë, edhe për mbrojtjen e pasurisë, edhe për mbrojtjen e interesave, edhe për mbrojtjen në rrugë, edhe kudo. Kudo pra janë ndërtohet me ligje, dhe këto ligje janë funksionale dhe në mbrojtje të interesave të klientëve. Pastaj, zgjidhjen financiare ti e merr tek industria përkatëse, industria e sigurimeve. Ajo është mbrojtësia e interesave të individit. Ajo është kultivimi i njeriu të pavarur dhe të lirë. Ajo e krijon njeriu e lirë. Ka një projekt ligj për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet. Cili është këndvështrimi juaj rreth projekt ligjit në atë variant që së paku është hedhur për konsultim, sepse ligji akoma se ka marrë rrugën e miratimit? Unë nuk jam prononcuar për ligjin, sepse nuk më takon atë thema si llaf, sepse ligji është e ka bërë qeveria, ndërsa pikpamja ime për të bërë sigurimin nga katastrofa është totalisht ndryshe. Mbi bazën e eksperiencës që kam, mbi bazën e përvojës, mbi bazën e asaj që ekziston sot në shumë vende të botës, dhe mbi bazën e asaj që ne jemi një vend i vogël dhe një ligj i tillë është i domosdoshëm. Shqipëria është më të kuqe, që ta dish, është më të kuqe për mbytjen dhe për tërmetet. Pra duhet të jetë një ligj që s'bën i gatshëm që mos prekësh buxhetin e shtetit, por aty duhet marrë pjesë skema qytetare e përgjithshme për të mbrojtur interesat e të gjithë, sepse në fundit skemat e sigurimit janë skema bashkëpunimi, skema qytetare në kuptimin e ndarjes së përgjegjësive dhe marrjes së përgjegjësive për dëmet e shkaktuara. Dhe pikpak ndërtimi i kësaj skeme është shumë i thjeshtë. Çdo kompani që ne kemi marrëveshje me to, risigurimin në botë, ka më shumë se ne kemi 1.200.000 apartamente, edhe shtëpi banimi. Afërsisht. Kjo është totali. Po kompanitë që ne kemi marrëveshje risigurime to, kanë mbi 10 milion apartamente të siguruara.
Ne sot kemi të mbuluar për katastrofat si treg. Kemi rreth 250 milion euro. Ma ato pak sigurime që ka. Pra, çfarë na ka ngel? Na ka ngel vetëm pak gjë. Dhe kjo do vetëm një shtesë, të cilën tregu sigurime është i gatshëm ta japë eksperiencën, nëse ja kërkojnë. Nëse s'ja kërkojnë, ne nuk mund të japim mendime për gjëra që nuk na e thonë. Po e kërkuan, i themi që ne mendojmë që bëhet kështu, të bëhet shumë thjesht. Ju doni ta bëni kështu, bëjnë, është drejta e qeverisë të gjejë rrugën që mendojnë ata që është më efikase. Pra, ju doni të thoni që të pak nga ndërshtrimi juaj një skem do të ishte efikase dhe funksionale nëse do t'i besoj sektorit privat dhe risiguruesve. Absolutisht. Ajo është një skem shumë e thjeshtë, për mendimin tim, që bëhet shumë thjesht dhe nuk rëndohen në mënyrë masive gjithë qytetar, por përcaktohen qartë dhe zgjidhja është shumë e thjeshtë, shumë funksionale dhe shumë e prekshme. Pra është sepse ne kemi shumë vite që merremi me të, shumë vite që kemi diskutuar, shumë vite që kemi diskutuar edhe me kompanitë e risigurimeve, shumë vite që kemi diskutuar edhe me Bankën Botërore, edhe me qeveritë që kanë qenë më përpara, ministrat e tjerë. Pra ne skemen e kemi qartë, por sa qartë është qeveria për ta bërë këtë me industrinë e sigurimeve është problem tjetër. Dhe një pyetje specifike për sigurimet në bujqësi, sigurimin e fermerëve, është një çështje sensitive sepse shpeshherë fermerët janë të ekspozuar ndaj dëmeve që mund të shkaktohen nga përmbytjet, nga ngricat ose nga fatkeqësi të tjera natyrore. Ky është një produkt që praktikisht nuk ekziston këto. Pse nuk ekziston dhe si mund të ndërtohet? Ja, ti për shembull je gazetari i ekonomisë. Dhe thu këtë fjalinë është një produkt që nuk ekziston. Edhe një herë për të sqaruar të gjithë ata që ndjekin. Shqipëria ka industrinë më moderne të sigurimeve. Ka produktet më moderne të sigurimeve. Ka të gjitha llojet e mbulimeve që nga ora jote që ke në dorë deri tek satelitet që janë në qiell. Pra, gjithçka që është e krijuar nga dora e njeriu dhe që ka vlerë, ne mund ta sigurojmë. Ekzistenca e një mendimi që nuk ka sigurime për bujqësinë është një mbështrim i papar. Po nuk ekzistoi faktikisht sigurim. Jo, s'është e vërtetë. Ka fermer siguruar. Absolutisht që ka. Ka disa. Dhe ne kemi bërë edhe këtë, kemi bërë edhe këtë tjetrën, që kemi bërë edhe sigurimi pool të disa nga këto shoqëritë investuese. Dhe kemi bërë edhe eksperimente, kemi edhe sakrifikuar për të futur ata në skemin e sigurimeve. Pra kemi bërë pothuajse fushat e Myzeqes, serat e Myzeqes, kemi bërë një vit i kemi siguruar që të gjitha. Vitin tjetër nuk u siguruan. Rregulluan gjithë ato plasmasët që kishin. Vitin e parë se ishin siguruar dhe i paguam. Vitin e dytë që u kërkuam të siguruar, tha jo s'keni nevojë tani, sepse u paraqiten, sollën dëmet, i paguam për të thënë që okay, ky është tregu sigurimeve. Pra, produkti i sigurimit ekziston edhe për ulliri, edhe për mollët, edhe për arën, edhe për grurin, edhe për gjedhet, edhe për gjithçka që ka bujqësia. Por, a është e përgatitur Ministria për katse? A është e përgatitur subvencionet shtetërore? A ka subvencione për sigurimin? Apo nuk ka? Polonia paguan 2 miliard euro qeveria polake për sigurimin e bujqësisë, i pagun shteti. Dhe i thot, unë nuk do t'jap para tjera ty. Unë do të garantoj ty produktin që ke me sigurimin që t'jap. Dhe ja garanton ati 20 kuintal për hektar grur. Në rast sa i merr 32, 8 kuintal ja pagun sigurimi. Në rast sa i nuk merr sasinë e dur, kompania e sigurimit paguan gjithë vlerën. Në rast se i përmbytet plantacioni i grurit apo i misrit apo i mollëve, i ngrin apo tjerë, kompania e sigurimeve ja paguan që të gjitha. Pra janë të rregulluara me ligj. Vërtet, fshatarët ndoshta edhe nuk e dinë. Ka sa duhesh. Kam bërë me 10 takime në Devoll. Dhe i kam kërkuar, i kam thonë, sa është totali të ardhurave që ju merrni në vit? Më kanë dhënë një shifër. A jeni të gatshëm të paguani këtë prim? Dhe në rast se bie breshër, bor, bie shkatërrohet gjithçka, unë të tu jap këtë vlerë. Jeni të gatshëm të paguani këtë lek? Po, okay, edhe unë jam i gatshëm, i kam thonë. Dhe ato nuk erdhen asnjëherë. Sepse ato presin që dikush tjetër të paguajë dhe ata të jenë përfitues. Nuk është kështu. Pra duhet që pra bujqësia, dhe shkruaj edhe një herë në mendjen tënde dhe në mendjen e gjithë gazetarëve të tjerë, bujqësia
i ka të gjitha produktet në tregun shqiptar të sigurimeve, për të siguruar që të gjitha, për të siguruar gjitha gjethet, gjitha lop, baktit dhe gjithë shka ekziston, sepse ne kemi produktin, por duhet që ta sigurosh, duhet paguash primin. Të gjithë në Shqipëri duhen që të jenë të siguruar, por nuk duhen të paguajnë primin. Tani, nëse ti nuk paguën, kontrata hyn në fuqi kur ti paguën primin. Ti mund të marrësh letër sigurimi, por nuk e paguar primin, pa ajo policë bëhet e vlefshme, bëhet letër me vlerë ku ti ke paguar primin. 10 euro, 20 euro, 50 euro të tjerë. Pra ky është sigurimi. Dhe sigurimi do që t'jesh i gatshëm t'i përgjigjesh në mënyrë që ajo të respektojnë. Amerikanët thonë një gjë shumë të mençur. Më mirë ta kesh një sigurim dhe të mos e përdorësh kurrë, se sa mos ta kesh fare. Ndërsa ne shqiptarët nuk duam ta kemi fare, sepse ne kemi atë kulturën ndoshta të skaluarës që shteti kujdeset për gjithçka, që në fakt shteti duhet bëj vetëm arbitrin dhe legjislacionin e domosdoshëm, dhe pastaj pjesa tjetër duhet të jetë në dorën e qytetarëve, në dorën atyre që krijojnë vlera. Imagjinoni sikur një biznes diku apo një këto bizneset, këto fermat e tjerë, tanë kohët sot të thotë, shiko, më dëmtua më ferma se u përmbyta, po e kishe të siguruar, nuk e kishe të siguruar. Po dhe shteti do të ndihmoj mu. Po pse du ta ndihmoj shteti atë? Shteti ta ka kriju industrinë. Shko sigurohu, shteti do ta ndihmoj atë nëse unë nuk e paguaj. Duhet vit më thot mu pse nuk e paguan, dhe në rastin nuk e paguaj, edhe të më ndëshkoj. Ky është problemi i shtetit. Të rol ka shteti dhe autoriteti mbi këqyrës së sigurimeve. Nuk ta bën sigurimin shtetit. Ti duhet kujdesesh për veten tënde, ta sigurosh. Dhe nëse ti e siguron, atëherë natyrisht që ti ke përfitimet e duhura domosdoshme. E vetmja gjë që mund të ndodh, mund të ketë raste që ti mund të shkosh në gjykatë, por në fundit gjykata është shqiptare, shtetërore. Por gjykata do ta jap drejtën në rast se dhe do t'japi edhe lekët e dëmit, do t'japi edhe interesa. Por respektoje dhe vlerësoje. Industria e sigurimeve është gjëja më e rëndësishme. Sot ne ofrojmë sigurimin shëndeti që është një nga produktet më të rëndësishme. Sa veta janë të përfshirë në të skema? 20-30.000 veta, shqiptar. Po pse kaq pak, kur mund t'jenë më shumë? Të gjitha ankohemi, ama produkte që ne kemi, janë të asaj vlere, të cilat mbulojnë dhe paguajmë deri 1 milion euro. Pra, në rast se konstatohesh me kancer, ne mbulojmë deri 1 milion euro. Kemi 7, 8 apo 10 veta këto 2-3 vitet e fundit që janë me cancer free, sepse janë mjekuar në spitalet më të mira, të përzgjedhura nga ata të Europës. Dhe sot janë në gjendje të shkëlqyer. Sa kushton një siguracion i tillë? 250-300 euro në vit. Po njerëzit thotë, po që ka lirë, po e blej. Po nuk e blejnë. Nuk kujdesin për veten e tyre. Nuk e mendojnë këtë si një rrezik që mund të vijë, po e mendojnë si një sigur po njell rrezikun. Jo, sigurimet janë mbështetja jote financiare. Merr sigurimin e shëndetit, sepse është i domosdoshëm dhe është shumë përfitues. Ndaj bota ecën me hapa të shpejt drejt tyre dhe ndaj bota nuk mund ta imagjinoj veten jashtë sigurimeve, sepse aty është i garantuar financiarisht. Faleminderit. Faleminderit ju.